Ja kur I kthehemi në trotshme Redin duke fillimisht ju uruar për vitin e ri 2026 me bekimet e Zotit me shëndet dhe çdo mirësi për plotësimin e synimeve dhe objektivave që keni gjithsecili nga ju që ndiqni apo suportoni videot e mia. Por nga ana tjetër, më lejoni që të përcjell një urim për të gjithë shqiptarët që ky vit të jetë më I mirë për ta dhe për të gjithë ne. Sa kaq do ndalem sërish në zhvillimet e fundit që janë në Big Brother. Është bërë e ullës kërcënimet në atë shtëpi. Është bërë shumë normale që të kërcënosh edhe të mos dënohesh, por besoj që sonte në Prime duhen të vjen pikat mbi I. Edhe ai personazhi që ka shkelur çdo normë në atë shtëpi me kërcënime edhe me një lloj fodulloku të madh, me një lloj gangsterlloku, edhe pse në rrjetet sociale e quajnë në shumë komente si rrugaç, por unë zgjedh që të komentoj në një edukatë dhe në një etikë të caktuar. Për mua veprimet e Eduard Kuçit në shtëpinë e Big Brother Kosova VIP 4 janë të patolerueshme. Ku shkon ti që të kërcënosh, kush të jep ty të drejtën të privosh rrugtimin e një banori tjetër, duke e kërcënuar për një batut që ndoshta nuk ishte e keqe, për një batut brenda një loje ku temperamenti I nervit që nuk cënon dhe nuk prek gjëra të tjera është e lejueshme. Prandaj, e gjithë situata që ka ndodhur midis Edit dhe Arditit të dielën për mua duhet të ketë një përfundim, një zarftëzi për Edin, edhe pse shumë përflitet që ai e ka paguar këtë rikthimin e tij për të qenë banor në këtë edicion të Big Brotherit dhe supozohet që do ta fitoj, por nuk e besoj kurse si që mund ta fitoj, por kemi parë çmendurira në Big Brotherin e Kosovës dhe nuk ka se si mund të mos jetë edhe kjo përjashtim, por kemi kohë deri tek fituesi. E gjithë qasja kërcënuese që Edi kishte edhe në fillim me Labin, ku çfarë nuk I thoshte aso kohe, asgjë nuk u marr. Asnjë mas nuk u dha nga vëllai I madh. Edhe tani, me të gjithë kërcënimet që I thoshte me I qenë shumë plaka, do të bëj këtë, do të bëj atë, duke u gurheshur dhe duke eskaluar në kërcënime të drejtë për drejta, ku dhe në një bisedim që kishte vetë Edi tani me Paradite me Ludën, u shpreh një lloj frike apo një lloj tërheqje për atë që ai bëri me Arditin, e duke mbetur tek Edi, ai nuk po e kupton si po e tall bia e cila me të gjithë shtëpinë ka treguar që Edi e ka organin gjinital të vogël, la bubun, edhe ndërkohë që për këtë let puthet, kryen marrëdhënie intime me bien, ndërkohë që ajo e ka tallur në mënyrën më të frikshme dhe më të ndjeshme për atë që Edi e mban me burrëri pra fjalën burr. Sa kaq situatat në shtëpinë e Big Brotherit të Kosovës nuk janë shumëta, por të mjaftueshme për të dhënë komentet e mia. Nga ana tjetër më pëlqeu një koment që Alba ja dha Bias kur kjo e fundit u shpreh që unë do të heq dorë nga OnlyFans, por sipas Albas ajo OnlyFansi po e bën brenda shtëpisë së Big Brother dhe rastin konkret e kisha për marrëdhënien intime që ka bërë me Edin. Sa kaq që vet Alba është kthyer në një nga personazhet më prodhuese dhe një nga personazhet më dinamik të këtij Big Brotheri që po e mban ende lojën. E kam dëgjuar me vëmendje shpeshherë teksa flet, teksa bisedon dhe I ka të qarta mendimet dhe përcaktimet e situatave dhe mendimet I ka shumë të shëndetshme, opinionet I ka shumë të sakta, por nga që është krijuar stereotipi I Albës që flet shumë, Alba që bën gjithçka për lojën, edhe mendimet e saj si kur kalojnë pa u vërejtur, edhe kalojnë si kur nuk të mos kenë një peshë gjë që e kanë. Sa kaq dyshja shumë përfolur Eliona Klodi që me sa duket duhet t'i japin fund kësaj lloji cinizmi që kanë me njëri tjetrin për të provokuar. E pranoj pëlqimin që kishte Eliona në Prime-in e shkuar, por tani më I ka mbyllur portat dhe mendoj që nuk ka ndonjë benefit të madh apo nuk ka ndonjë lloj interesi kaq shumë të jashtëzakonshëm siç mund të lexosh paka shumë në rrjetet sociale që ka një lloj mbështetje për Elionën, pra nuk ka ndonjë lloj kurioziteti apo nuk kanë shenja se si mund të krijohet një raport midis
dy personave, kur një palë Klodi ka treguar që ka diçka jashtë. Sa kaq Benita në një bashkëbisedim me banorët është shprehur që nuk po ndihet rahat me gjithë ecejaket që po i bën Toni, edhe pse ky i fundit e ka treguar e pasherë që ka një lloj simpatie reale për Benitën, por raportet e tyre janë shkputur në mënyrë drastike, edhe pse Benita ka dashur të jap atë sinjalin tek banorët, por që ta dëgjoj dhe audienca jashtë që për të Toni është kthyer si një lloj përndjekësi që nuk e le të qete. Tregoi që kur ishte duke biseduar me bija në lavanderi, Toni erdhi ka ta pesere ndëpreu dhe kjo gjë nuk po e pëlqen dhe nuk po ndihet komode. Sa kaq duke qenë që jemi pothuajse në 60 ditë të rrugtimit të Big Brother Kosova VIP 4, ende nuk është ajo drama e jashtëzakonshme që mund të mbërthej publikun, por po bëhen situata siç ishte ajo e Labit që vishet si femër, ndërkohë që më parë ka kritikuar dhe ka gjynjëzuar lëndrimin duke dhënë dhe mesazhe vetvrasje për ata që sipas Labit nuk din se ku orientim janë, ndërkohë që vet Labi vishet si femër, kishte veshur një kanatiere, ndërkohë që komo parë edhe bëri make-up duke thënë që unë suportoj femrat, pra ku ka diçka që bën gabim, bën një veprim për të justifikuar gabimet që bën, siç ishte kjo që u vesh si femër, edhe pse për mua e ka humbur atë shijen si lojtar, thjesht përqendron në atë shtëpi me këto gjestet që po bën, që nuk i përshtaten karakterit të tij, por që po i bën dhe nuk po ndalet. E për ta mbyllur, sërish do ta mbyll me diçka jo pozitive, eskalimin e tejskajshëm të Fjollës që vetëm po bërtet, vetëm po ulëret, vetëm po kërcënon. I thanë brëm që kujdes me koferat, me valixhet që hiqi se po pengohen, edhe turp i zi, turp e faqe zez, është hera e dytë që vëllai i madh i donon për pa pastërti që ka e shtëpi, banor më të qelbur, më të pisët, që gjithë ditën vetëm ha, pi edhe dhit, vetëm në Big Brother Kosova VIP 4 janë parë, dhe është një turp i madh që edhe sonte në Prime do t'i skuqet i çik fytyra dhe do të harrojnë që ulën nga buxheti 2000 euro dhe për herë të dytë do të futet apo është futur një kompani pastrimi për të pastruar ambientet e tyre, se kaq shumë të papërgjegjshëm janë. Duke mbetur tek Fjolla, nuk më pëlqen e gjithë agravimi që ka. I thanë rregullo valizhet, koferat se po pengojnë njerëzit dhe Alba është bërë meme me rrezimet e saj, por Fjolla e kthe në bërtitma, e kthe në agresion, e kthe në sulm, e kthe në kundër sulm, e kthe në qasje shumë të keqe, ndërkohë që me Albën po ngrinten për ti përfaqëson kombin, ti nuk je misa ardhur këtu me gjëra që nuk kanë asnjë peshë, që nuk nxjerrin asnjë thelb, por se nxjerrin Fjollën në një gjendje emocionale dhe psiqike jo të mirë, se nuk mund të jesh për gjatë këtyre javëve e njëjta Fjollë që bërtet, që eskalon, që ulëret, që kërcënon, që ke të njëjtën ritëm, nuk mund të kesh të njëjtën qasje, nuk mund të kesh të njëjtën reagim edhe ku tjetri të thotë mirëmëngjes. Për mua Fjolla duhet dal nga shtëpia e Big Brotherit, pasi qëndrimi aty brenda vese po i shkatron dhe po i shkakton një dëm të madh emocional, shkaktrim të nervave edhe një ngarkesë emocionale dhe psikologjike shumë të rëndë. Se çfarë do të bëhet sonte në Prime, kjo mbetet për të parë, por më kryesora është që t'i jepni komentin tuaj dhe t'i bëni subscribe kanalit ton Koha Jon në YouTube për të parë videot që ne ofrojmë për ju.